Rikonstruksioni i rrugëve në zonën e Fushkrujës prej vitesh ka mbetur thjesht premtim elektoral. Kështu shprehen banorët e Urës së Gjollës, të cilët u ngritën në protestë për ndërtimin e aksit që i lidh me autostradën Fushkruj-Vor. Megjithse në të gjithë gjatësinë e saj rruga është plot gropa e pellgje me ujë, në të nuk janë kryer asnjëherë investime serioze. Për rrjedhoj, banorët thonë se aksi është bërë i pakalueshëm. Në për këtë rrugë jena mbledh një herë po disa herë. Bashkia e man kuadrin e riparimit, veç me çaukull ose me zhavar. Ma shumë e keni riparu vetë se sa shteti. Na për bashkinë jena të humbë, dash me thonë ma mirë jena të tradhtum, sepse nuk i ka rënë në mend për ne asnjëherë. Kjo rrugë ka 20 vjet se kështu shko. Tu s'ka as administrat, as komun, as belanezir, sheshi rreptu. Jesim brend, sun dalim gjatë, s'kemi rrugë, s'kemi asnjë gjë. Kalimi i autoambulancave apo zjarrfikseve në këtë rrugë është i pamundur, thon banorët, duke shtuar se nëse nuk marrin një përgjigje konkrete nga Bashkia e Krujës për ndërtimin e rrugës, do të bllokojnë autostradën Fushkruj-Vor. Po ne kërkojmë nga shteti, nga qeveria, nga Bashkia që ta rregullojë rrugën me qenë i çmon e qesim do 2 orë në Murgjolës, me dalë Murgjolës. S'kena ku me shku. Do të shkojmë njërë në bashki, masë në bazë bashki do të bllokojmë rrugën, autostradën ke Ura. Ti se në ndjeni nash Rama, nash Ballukja, nash Sërllukja. Se këto ka të parë në shafë. Banorët thonë se ishin ndër më të prekur nga shpronësimet për ndërtimin e autostradës Thoman-Kashar, kohë në të cilën ju është premtuar edhe ndërtimi i rrugës së Urës së Gjollës, premtim që mbeti pas me kohën.